Këtu do jem larguar, në tokë I tretur si të tjerët, në kafenene preferuar nuk do më njohin kamarierët. Dhe në për udhët ku kam equr, s'do ndihet kolla ime thatë, mbi varin tim dori I eshtur, një kiparis si murkin ratë. Me 13 tetor të vitit 1931 lindi Dritë Reagolli, një nga figurat më të shquara të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Ai ishte poet, prozator, publicist dhe politikan, I cili përmes veprave të tij solli një frymë të rinj në letërsinë shqipe, duke prekur me ndjeshmëri jetën e përditshme, tokën, fshatarin dhe shpirtin e popullit. Për vite me radhë, Dritë Reagolli qëndroi në krye të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, post të cilin e mori në vitin 1973, duke patur ndikim të fuqishëm në zhvillimin kulturor e artistik të vendit. Ai gjithashtu punoi edhe si gazetar në të përditshmen Zëri I Popullit. Dritë Reagolli shkroi poezi, poema, tregime, novela, romane, dramë dhe skenar filmash. Vepra e tij poetike më e shquar është Nën Shqipëri, ku përvijohen traditat heroike të vendit. Në prozë, beri emër sidomos me romanin Komisari Memo, si dhe Shkelqimi dhe Rënia e Shokut Zylo. Vepra e fundit e Dritë Reagollit është libri me poezi Prit edhe pak, kushtuar bashkëshortes së tij. Kolosi I letërsisë shqiptare vdiq në moshën 85 vjeçare me 3 shkurt të vitit 2017.